Hazreti Aisha, radiallahu ta'ala anha, ja bën me një rast pejgamberit alayhis si pyetje, çka do të më thonë në natën e katërt? Çka të themi diçka që është më veçantë? Pejgamberi alayhis salam i ka thonë shkurt: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahu im, ti je falës, e don faljen, falë mua. Është një dua e shkurtër, por shumë përmbajtësore, do me thënë se inspiruese. O Allah, ti je falës. Me këtë akt, kur ti po i thush, o Allah, ti je falës. Këtu kemi elementit edhe të tobës, të pendimit, për gjërat të cilat i dim dhe gjërat të cilat nuk i dim, se ka plot punë që na rrjedhin shpeshherë edhe jashtë vetdijes tonë, jashtë paramendimit tonë. Prandaj edhe në Kur'an është që ajo duaja që sidomos në vend të Arab apo në Turqi e kanë lexojnë Amen ar-Rasulun. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. O Zot, mos na merr në përgjegjësi nëse harrojmë apo nëse bëjmë diçka pa qëllim. Kontrollon ton, pa dijen ton. Po, pa dijen ton, se ato që bëhen që rrjedhin si mëkate të përditshme, të shpeshta, ato shkojnë duke e nxjerrë zemrën e njerit. Në këtë fjala afuvun është falje me fshirje. Se kemi mujt faghfir me dërtu Allahut, o Allah më fal. Fjala gafara. Po. Po jo afuvun. Fjala afuvun është kur diçka që Allahu na fal edhe na fshin. Po të jemi të qartë, nuk kanë pyetje vetëm fshirje në librin e jetës tonë. Se na kemi secili njeri qitapin e jetës tonë. Domethënë, ai shiriti jon ka filluar të inqizu, sikur një shirit i një telefoni apo një shkadi. Shiriti në atë moment që kemi dalë në këtë dunja është duke inqizu. Ai nuk hiqet. Ai është një kuti e zezë. Ai kutia e zezë që i mban gjitha informacionet. Në ditën e gjykimit që ky libër ka regjistruar çdo gjë, e ka regjistruar edhe një vepër të mirë, një kabahat apo një të keqe tonën. Është i regjistruar. Dhe në ditën e gjykimit në çët libër na do ta shohim, do ta marrim. E Allahu dietar tonë ka më na mundsu sapo ta shohim me kuptu bilancin e vetvetes tonë.